Unë arritam që me siguru edhe një medalje tjetër historike për vendin tem. Unë kom marrë pjesë 6 ose 7 herë, nuk di sigurt në këtë turne. Mirë po 2 vitet e fundit më ka bo pa drejtësi kur kam hyrë tek medaljet. Kurse këtë vet arrita që me u shpoll e para dhe me u solis me medaljen e ardhë. Me të vërtetë është një medalje që kam kërku gjatë gjithë karrierës tem edhe kom dash me pas, vetëm për arsye që nuk ka arrit kërkosh me sjell këtë medalje, edhe unë kam qef që gjithmonë me qenë e para në çdo medalje, kështu që jam tani krenore edhe e lumtur me veten tem që kom arrit me qenë e para edhe një herë për vendin tim me sjell një medalje të tillë. Kur e fitova këtë medalje dhe mbasi që kalum kryt ceremonia e medaljeve dhe krejt, zhdrypa pe podiumit edhe e kom marrë çështë medaljen. Edhe i thash trajnerës, nuk jam të mujt me shiju, se sa shumë kom kajt për të, nuk po muj me shiju. Se për në meq, e kom ndosh shumë këtë medalje, ma arrit edhe sa herë që kom shku deri tek medalja më ka bo pa drejtësi, edhe gjithmonë dyqysh e kom përjetu shumë ran humbjen në këtë turne, se nështë qatë shumë që e dësha nuk më isha me arrit edhe kesha shumë inati me vetën tem, pse gjithë po mbat pa drejtësi, ose nuk po jam mirë emocionalisht ose gjona tjera që ka ndiku gjithmonë në këtë turne. Edhe për një me, dyqysh nuk mujta me shiju shumë, edhe nuk më shijaj shumë kur e mora, se nështë qatë shumë që e kom dasht edhe gjithmonë e kom kërku këtë medalje, nuk më shijaj shumë, po normalisht që tash jam shumë e lumtur që e kom këtë medalje, se e kom kërku disa vite me radhë dhe normalisht që më bën shumë muni e lumtur. Edhe motivume për me vazhdu në gara të arshme që më presën tani. Po në edhe marët kam siguru medalje evropiane tek juthat, po tek trend. Mirë po kam siguru medaljen e argjent, edhe nuk kam mujt që me ngrit flamurin edhe në pedestalin më të lartë edhe për me unë dëgju himni. Mirë po kësaj radhe kom arrit edhe jo vetëm ekipi i Kosovës që ka qenë i lumtur, po besëm që kanë qenë të lumtur edhe vetë ekipi i Bullgarisë, se është një trajner i cili më herët ka qenë edhe bokser, edhe ka qenë kampion olimpik, edhe gjithmonë më ka po ti kemi bo kampione olimpike, nuk kemi mujt me siguru medaljen stranxhat. Edhe për në me, unë e kum takua trajnerin bas ndeshjes edhe ai ka qenë shumë emocionum sa që edhe ka kajt, edhe më ka bo edhe mu me kajt, se të ja qysh është e mundur me qenë ka qenë emocionum për mu pse unë e kom fitu. Nuk më isha me kuptu. Asish duket ka qenë e pjesat që ja ke thyat premtimin. Po, është diçka, thash është diçka që gjithmonë ose mu ka bua pa drejt ose nuk im kanë mirë, gjithmonë ka pas diçka që nuk mujt ma arrit, edhe këtë vet arrit atortën, për në me ka qenë diçka që me emocionu, nështë ta